Superherojnë më të mëdhenj të gjitha kohërave. Ejani, duhet të përgatitemi. Rikthehen për të shpëtuar botën. Ose do të shkatrohen. Ja të gjithëta! Cili është plani, Batman? Mendoj se është e kohë të them që duhet largohen. Nuk do të humbisja kurrë këtë sfidë. Ky është një akt lufte. Ata do të luftojnë gjithmonë për drejtësinë. Nga 14 marsi, ndiqni çdo të premte në orën 16 të rubrikën Superherojt. Na ishte një herë një pirat shumë i famshëm dhe i fuqishëm. Ai quhej Gold Roger, i njohur si mbreti i piratëve, i cili e fsheu thesarin e tij të kamur diku në përbot. 20 vjet pas vdekjes së tij, Raberi, një djalë 17 vjeçar, vendos të bëhet një pirat, të vihet në kërkim të thesarit të famshëm dhe të bëhet mbreti i ardhshëm i piratëve. Por, a do t'ja dalë Raberit të realizojë ëndrat e tij? Piratët e vegjël, çdo ditë në Çufa. Ky është 10 vjeçari Timi, i cili ka 2 prindër të çuditshëm. Jeton në një shtëpi të rëmujshme. Ka një babysitter të rrept. Ka një shoqe grindavece dhe i pëlqen të festojë çdo ditë me 2 prindrit e tij magjik. Prindër të çuditshëm, nga hëna në të premte, vetëm në Çufa. Bëhuni gati të qesh një pafund me aventurat e reja të Bob Sfungjerit dhe miqve të tij. Sepse ata do kalojnë verën në kampin më të çmendur që keni parë ndonjëherë, në kampin e koraleve. Kampi i koraleve, nga e hëna në të premte, në Çufo. Superherojnë më të mëdhenj të gjitha kohërave. Ejani, duhet të përgatitemi. Rikthehen për të shpëtuar botën. Ose do të shkatrohen. Ja të gjithëta! Cili është plani, Batman? Mendoj se është e kohë të them që duhet largohen. Nuk do të humbisja kurrë këtë sfidë. Ky është një akt lufte. Ata do të luftojnë gjithmonë për drejtësinë. Nga 14 marsi, ndiqni çdo të premte në orën 16 të rubrikën Superherojt. Na ishte një herë një pirat shumë i famshëm dhe i fuqishëm. Ai quhej Gold Roger, i njohur si mbreti i piratëve, i cili e fsheu thesarin e tij të kamur diku në përbot. 20 vjet pas vdekjes së tij, Raberi, një djalë 17 vjeçar, vendos të bëhet një pirat, të vihet në kërkim të thesarit të famshëm dhe të bëhet mbreti i ardhshëm i piratëve. Por, a do t'ja dalë Raberit të realizojë ëndrat e tij? Piratët e vegjël, çdo ditë në Çufa.
Superherojt më të mëdhenj të gjitha kohërave Eni, duhet të përgatitemi. rikthehen për të shpëtuar botën. Ose do të shkatrohen. Ja të gjithë ata! Cili është plani, Batman? Mendoj se është e kohë të them që duhet largohen. Nuk do të humbisja kurrë këtë sfidë. Ky është një akt lufte. Ata do të luftojnë gjithmonë për drejtësinë. Nga 14 marsi, ndiqni çdo të premte në orën 16 të rubrikën Superherojt. Në ambientet e